Pjesë i suksesit për një trajnim të arrirë është kuptueshmëria dhe përputhshmëria e nivelit të trajnimit me nivelin dhe me pritshmëritë e të gjithë pjesëmarrësve për sa i përket formimit të tyre profesional. Për këtë arsye, ofrimi i një trajnimi në gjuhën shqipe rrit dhe lehtëson kuptueshmërinë e pjesëmarrësve në lidhje me informacionin të cilin ato do të marrin, por nga ana tjetër lehtëson edhe ndërveprimin e pjesëmarrësve me njëri tjetrin duke qenë më konfident me gjuhën tyre, ato e kanë më të lehtë për të komunikuar dhe për të ndarë eksperiencat me njëri tjetrin. Dhe pikërisht për herë të parë si risi, ky modul trajnimi ofruar në gjuhën shqipe nga IFC-ja, mendoj që ka ngjallur edhe më shumë interesin e pjesëmarrësve për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve dhe për të rritur në Shqipëri gamën e të gjithë profesionistëve, për të rritur edhe nivelin e kontratave të koncesionit dhe PPP-ve të ofruara nga qeveria shqiptare. Parimet kryesore mbi të cilën bazohen kontratat e koncesionit dhe partneritetit publik-privat në shtete të ndryshme janë të njëjta, por mënyra e zbatimit të tyre në praktik varet nga rrethanat në të cilat shtetet ndodhen. Pikërisht kjo ka qenë edhe një nga risitë mbi të cilat pjesëmarrësit janë njohur me praktikat më të mira europiane në fushë dhe këto do të na shërbejnë jo vetëm në zhvillimin e projekteve të reja të koncesionit dhe partenaritetit publik-privat në Shqipëri, por gjithashtu edhe në rishikimin e kuadrit ligjor dhe krijimin e një legjislacioni i cili të jetë sa më i përshtatshëm për realitetin shqiptar, por edhe në linjë me praktikat më të mira europiane.